mësuar të flasim për yjet shqiptar që kanë arritur famë ndërkombëtare si Dua Lipa, Rita Ora, Bebe Rexha apo Ava Max, por edhe për emra si Loredana e njohur gjerësisht në tregun gjermanfolës dhe mes shqiptarëve. Një tjetër emër i ri po përpiqet të ndërtojë rrugën e saj në muzikë. Bëhet fjalë për Lionela Jakaj, vetëm 15 vjeçe, e cila ka tërhequr vëmendjen me pjesëmarrjen e saj në The Voice Kids, ku arriti deri në finale. Lionela jeton së bashku me familje në Vjenë të Austrisë, ndërsa familja e saj e ka origjinën nga fshahi i Gjakovës. Prej rreth 7 vitesh ajo merret me muzikë dhe në rrjetet sociale, veçanërisht në TikTok, publikon interpretime ku spikat pasioni i saj për repin në gjuhën gjermane. Krahas muzikës ndërkombëtare, 15 vjeçaria dëgjon edhe artistë shqiptar si Tanja, Don Gjoni, Mozi, Getinjo. Dhe një prej artistëve që ajo admiron më së shumti është Loredana. Pikërisht, me një prej këngëve të saj, Lionela është prezantuar para jurisë së talent show duke treguar aftësitë e saj në skenë. Tashmë e reja po përgatitet të hedhë një tjetër hap në rrugtimin e saj artistik. Më 24 korrik pritet të publikojë projektin e parë muzikor, i cili sipas informacioneve të bëra të ditura, është edhe krijimi i saj. Vetëm 15 vjeçe dhe me vite përvojë në muzikë, Lionela Jakaj është një emër i ri shqiptar që synon të ndërtojë karrierën e saj në skenën europiane. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.